Zjarri janë këtu në zonën e tëzës, janë në zonën e Vruat dhe plazhit të Durrësit, i cili është një zjarr masiv. Janë angazhuar të gjithë forcat zafiksore të qytetit Durrësit, të autoritetit portual, të bashkisë së Kavaj, bashkisë Qiak, njëkohësisht është edhe zafikse të bashkisë të Kamzës. Kemi gjithashtu furnizim në botë ujit nga gjithë institucionet që janë të qarku Durrësit. Mund të themi që kemi dëme të konsiderueshme materiale, akoma nuk kemi njoftim të saktë, sepse shkaku i këtij zjarri, i cili patjetër ka të bëjë me kontaktin elektrik, dhe mund të themi sepse organizimi i këtij tregu industrial vjen për të dëshiruar. Është një treg i cili nuk zbaton asnjë kusht të sigurimit teknik. Prandaj unë mendoj që ky zjarr ishte kaq masiv dhe kaq i pa. Është një treg që menaxhohet nga privati apo nga? Po, nga privati, është treg i privatit, i cili funksionon për shumë vitesh, por që fatkeqësisht sot ne patëm një zjarr masiv, dëmet edhe njerëz procesi janë materiale, e rëndësishme është që nuk patëm dëmen e njerëz, viktimën e njerëz, e cila për neve do ishte një diçka ngjarje e jashtëzakonshme. Vazhdojmë punën e Zjarfiksit, vlen për të lavdëruar puna e tyre në këto kushte mjaft të vështira, në një ambient mjaft në vata zjarri të shtrirë në gjithë territorin e tregut. Vazhdojmë punën për pikën e zjarrit. Mendoj se shumë shpejt neve do ta vëmë zjarrin në kontroll.